Sauteed translucent, and then we're gonna go with a hefty amount of garlic. Let me go for one day. Let me ease stress again. Give me something for the pain. Always trying to pretend that I'm not living just a lie. Broken hearted, shattered lives. Let me go for one day. Let me lose myself. Oh, I knew I'd be spiders. Oh, I knew that with the day that we would come to this, that we would say goodbye. Someone help me see it. Someone help me free this feeling. Someone help me see it. Someone help me free this feeling. Don't wanna think about the past. Ti njerëz dhe mirë se erdhët me këtë super pakon që më kanë dërguar nga Lola Rose. Kush është Lola Rose? Lola Rose është një firmë londineze, angleze që bën ora. Edhe është hera e dytë që mua ata më dërgojnë një PR. Herën e parë ka qenë një orë me riptëzinë, nëse e mbani mend, me një fushje shile që ja dhurova mamit të Andit se i rrinte super yll në dorë. Edhe s'kaloi shumë kohë dhe më kontaktuan përsëri dhe më thanë duam të dërgojmë përsëri një orë tjetër. Edhe erdhi sot dhe duket që muaj po nis në mënyrën më perfekte të mundshme, sepse kam dhe një lajm tjetër sa t'ju tregoj orën, super të bukur. Edhe çdo gjë sot ka qenë shumë mirë se do e marr më sysh. Mbylla një bashkëpunim që kisha kohë që po punoja, mbylla një projekt, bëra një gjë tjetër, një aplikim, edhe shumë gjëra të tjera, por tash t'i japim vëmendjen e duhur Lola Rose sepse është një orë, në radhë të parë shifni kutinë. A ka kuti më të bukur me këtë pjesën që hapet, të rregullosh pjesën e orës me të gjitha aksesorët e mundshëm, pjesën e certifikatës, që është kjo kështu, me librin, me të tëra. Thoni, a nuk është perfekte? Është e gjitha e bërë për çeliku, që kështu as nuk nxihet, as një gjë. Flas me kaq shumë bindje sepse është hera e dytë që e provoj, për këtë arsye flas me kaq shumë bindje. Edhe mendoj se është një dhuratë shumë e bukur me kodin ERSI, ju keni për mundësinë që të përfitoni edhe 10% ulje, përveç asaj keni edhe ulje në web për momentin, deri në 50% ulje, që kështu, nëse doni një orë që është e bukur, shumë praktike edhe shumë stylish, unë ua këshilloj, edhe ka çmime me vërtet shumë ekonomike dhe affordable, gati për të gjithë. O sa detaje të bukura që ka të shkruajtura këtu, kjo goldi me kështu. Mua kjo prerja këtu më rri pak e vogël, për këtë arsye ka edhe shtesat, ja ku i ka edhe këto që mund ta shtoj dhe mund ta bëj pak më të madhe si orë, sepse unë kam jam e gjitha e madhe, jo vetëm të brylin, por me vërtet është shumë e bukur. Mua më pëlqen shumë dhe do ma shikoni sidomos tash gjatë verës me bryzëlyqe, siç ka dalë në modë si vjet që është maksimalizmi dhe jo minimalizmi, që do më shikoni plot me bryzëlyqe, me varse, me si pema vitit të ri do më shikoni. Edhe sot ashtu që kam bërë. Shifeni. Ta provoj dhe ta shikoni. Shini sa e bukur. A nuk është thjesht perfekte? Detajet me të gjitha është thjesht perfekte, mendoj. Mua më pëlqen shumë edhe më duket sikur më shkon shumë, edhe pse jam mësuar me ora të mëdha, kjo më pëlqeka jashtëzakonisht shumë. Tash linkun do e keni në description të gjitha. Orën e re e vum, 1 prilli është, nuk kam rritur asnjëri, tentova të rrej andin, po s'më heci. Përveç asaj,
përveç orës, përveç kësaj bukurisë dhe dashurisë, kisha intervistën e punës. Isha sot e intervista në orën 12, vajta pak herët, se më pëlqen që t'iki pak herët që ti jem brënda, e keni parasysh, dhe nesër kam ditën e provës. Do ju tregoj më shumë pasi të më thonë të ju marr apo jo, sepse nuk dua që ta jinxit, si thonë që ta marr mësysh veten. Edhe kështu, ishte shumë qef të flisja me atë zonjë, më fola zakonisht shumë mirë gjermanisht, sepse nuk kisha emocione kësaj radhe, e kisha fjetur mendjen, thash të bëhet çfarë të bëhet, nuk më intereson shumë. Intervista në lashës zakonisht shumë kollaj. Kishe një si tip aplikimi online, bëhet ca pyetje ca gjëra, po do ju tregoj më shumë pasi t'ju them për punën. Por dua të them thjesht që nesër në 12 una, personi këtu, ka takimin e parë për punë. Nuk është një punë kush e di, por mua më pëlqen ideja që të dal nga shtëpia, që do kem kolegë, që shumë ju e dini se jam unë. One of my favorites. We were lost before we realized, too afraid to cross the line. You and I, we were slowly breaking. There's reasons we'll never find out, like how we burned out with no goodbye. Was it in the time or the way we should have tried? We were falling even when we tried to climb. There's so much just left behind. Guess so much just left behind. Still replay the words we never said. The quiet ache lingers in my mind. Yeah, I trace the moments that I can't forget. Burrën e gjeta aty te rruga. Hajde. E mora me vrap, thash hajde, thash se do ikim do bëjmë pazar, dhe burri ma kanë nxjerr namin te puna, se ju ka thënë të çorvë që gruaja ime merr makinën vetëm për qef, jo për punë. Kështu më tha, sa s'mora pika. Po bën një orë që ma ka thënë, akoma aty më rref. Po i bosha që politiki, thashëm, problema vetë ke firma, i thashëm gjithë grata aty, një thash nga që kanë makina, i thashëm këni bëjmë vetë pazaret. Se apo i boshim bashkë, pasisht apo i bosha politikë që shketi bëj vetë. Jo, unë bëj pazarin me anë. Një që unë filmoj dhe ndihem shumë siklet që të filmoj kur jam vetëm, sepse duket shumë Kur të hiqet bicikleti. Po mirë më gjithë 7 vjet biciklet, çfarë po bën? Gjithë ajo, 2. Po. Kush do më ngrej mu këto larg? Ktu është. Ky është sikleti numër 1, 2, 3, 4 dhe 5. Përveç asaj. Tani se zakonisht ne i bëjmë bashkë edhe gjërat e vogla erësi merr vetë. Po, gjërat e përditshmërisë si kemi marrë vetë ose gjërat. Të fillosh edhe pak për gjëra pak më të. Do filloj punë. Tani s'prak më gjë me dorë. Tani nuk prak më gjë me dorë. Tani jam. Si thash me zi po pres atë shtunën, thash që ti çosh orën 6, çosh në punë, edhe ndejmë aty shtri. The best ndjesia ever. Unë jam smur. E shty. Krangshkër. Unë jam smur kur ti jem punë orën 6. A mo thash kur do vim me zi po e pres. Gjithsesi njerëz kemi marrë qeset cool sot, se i shau burri gjithë rrugës. I shajt ato qeset cool. Këto shumë. Këtë tjetra, që jam veç për foto. 1000 herë kam të veç për foto, janë 2 gjona majnë mrena, 2 gjona dhe është qese, si gjë ti të smajnë. Gjithsesi. Morëm pizza për Andin. Bravo. Gjetëm. Ki e more? Më kujtosh apo i thosh arsi që kam pa diku Cola Zero, Cola. Kam pa Corona Zero. Cola Zero, Corona. Corona Zero, Beer Zero, e kisha parë në Shqipëri, edhe tha po këtu te ne pse nuk ka.
Kot, shku me gjeta, nështë ose kisha kontrolu, nështë ka pas gjithmonë, ama unë s'kisha shku me akur. Morëm domate qershi, këto janë çik si qershi të Morëm mëdha. basilika që unë e prisha e këputa një direkt u sa e... Sa quhet ky? Basilika thash. Është bërë italian burri. Barzilokore. Barzilok. Baziliko. Edhe baziliko ja futa kështu. Lexon aty baziliko. Për zotin nuk ka parë si ishte aty. ajo. Basilikum. Po. Në veç ja futa gure. Kapi lartë. 3 qumsha. 2. 2. Po, 2 se kërë e pa pak si të fryme dhe tha gara, S'më nuk janë mirë. S'më pëlqyen mua. Një pull. Edhe qesa pull. Që kaq kanë mbajtur qeset pull. 3 qese shive. Patate 7 To kg e ishin gjys. shumë të mira. I kena morë një herë. Para 2 javësh i morëm, më mbaruan dije, morëm prapë sot. Po, se gruaja gatun me vërtet goxha patate. Të këtë kishe marrë dhe vitin e bojt dhe Andi, edhe i hanter makinë, se i da shumë makinës edhe i rinte. Është ishte si bos, e mersha një kokër vite bojtje, e buja me shlak edhe asha. Nuk na intereson. Një djath, Në fleda shtu të i përbunin da. një grana padano, Qenë da është. vezi, pash vezët, i pash e njëra ishte e thyre. Këtu dardha, Banane, mango po i të tërgën kështu mirë. shnel. Këtë vajoliri, Qare? se më që ka. Kjo për t'la kështu vej gjona. Gruja. O kështu e mix frutash, në të thata. 4 mozzarella, Ishin ofert, prosciutto gjeli, kërpudha kena marrë, djath guda, shnel gruja. Salsa, ka bashkë mos e thash ose i qanë. Prej salsa, ja, këto 3 to përdorim ne, nuk pëlqejnë këto biot. Edhe thjerëza. Tjerëza se i handi, shqyqyr hana një gjë kyse. Big Brother, Po bërë me bëshgon. Kërpudha. Si mund ta shikoni ky pazari pas ka shumë produkte bio. shumë. Morëm një sëgjut, style, ku dion, halal. I E pëlqeu, morëm një, i pëlqeu kjo se ju duk si ato vyrstenat që hajnë këta, po kjo ishte me pule dhe unë ndjej përfshirë. Morëm prapë 2 salsa, Po, morëm salca kështu. një piper, ka morëm Mix. gruja, mix Ka piper, lektrise, kam atë të piperit thjesht. një ton, Një tonë vaj ulliri ky. Një si kjo. Kjo nuk e di pse i ka ikur fama kësaj. Kjo është pastrusja më e mirë e sobës ever dhe bën vetëm €1. Ajo pink stuff është e mirë, po jo aq e mirë. Kjo është super. Gjithmonë provoj 1 milion gjëra dhe tek kjo kthehem historikisht. E mbaj mend këtë që fëmijë. shumë i gruja, bravo, shumë vazhdo të herësh. Qep edhe një trangu, Kisha shumë kohë që nuk shikoja qep ti Big zitja më Brother tonë. prapë, Big Brother na bashkon. Spinaq, Spinaq, i gruja. bëjmë andi të bukën tash. ara morëm për me bo, Për me bë granola. Granola. Ugjini, gruja i qep. Këtë raviolit, apo të të qajeni. Kota dhe mascarpone. Këtë doja bëj Andit, tani se Andi nuk e ha mishin dhe unë nuk e dija që Andi do vinte në drejt. Ka bo gjellë me mish, mascarpone dhe ricotta, Ose do bëjmë tiramisu. edhe ricotta po e pa. Ricota është se haj në mëngjes me bukë të tekur. Domate keni pa dhe ju se. Tomate. Këto janë shumë të këndshme. Këto janë mozzarella stick dhe kur Big Brother i është shtunën ose në një ditë kur ne duam të rrim edhe të chill të shohim në një film, bëjmë këtë që e ha Andi më shumë dhe këtë që e haj unë më shumë sepse kjo është pikante dhe janë shumë të mira. Këto janë si chill cheese nugget dhe janë shumë super. Mos pëlqen njërë. Edhe Si një më ton i mozzarella marrë. stick pëlqen ty? Një rështër dhe ngrirë. Edhe një ton aty e Kjo morëm është si tjerë. konserv, soni, Një 2 kg gjys, 3 kg grë. 3 kg portokall, që shtrydhim, ishin shumë të këqija, po thash po i shtrydh se Ka kjo. lak diçka aty poshtë shansë është me portokall. S'ben 5 limona, në 4 limona. limona bio. Kjo dhe morëm, Këtë e morë për Big Brotherin, i bëjmë ato, e ngrojmë këtë, edhe i Po, edhe bëjmë shumë si, mirë. e bëjmë si nacho, si cinnamon day, kështu si cinnamon day. edhe këtë e ka marrë për
Harrova. Këtë e përdor për pastiqe se mezi gjejsja e makarona e pastiqes dhe I kam rënë në shkurt tani, marr këtë paston shumë dhe del shumë gjata ato. Po, edhe nuk na ngatërrohen, e mezi e dha pastiqja e gjatë sikur ikën nga njëra kotë këto. Përdor për pastiqen edhe. Edhe të gjitha produktet që morëm Për 113 euro. sa? 113. Asnjë gjë s'kemi marrë. Se u ngru çadot. Nuk e di çfarë dua. Gjithsesi njerëz, këto janë. Po s'kemi marrë as si detergjent nuk kemi marrë. 2-3 euro. Po robi të hajde bushë. Po, morëm edhe letër për tualetin, një të madhe fare, edhe është poshtë dhe vetëm ajo bën 8 euro. Me të letër sot kemi marrë, kemi bë pazar për Big Brother. Po kemi se 2 patatina kemi marrë. Si dy dipin, birra. Shumë pra. Gjithsesi, tash unë kam bërë pak mish me salcë për veten. Mish me lang. Shumë e mirë. Edhe për antin do bëj këtë raviolin që bëra uratën e parë me spinaq me kështu se dilte marramëndës, dilte o zot sa I mirë. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? Personi këtu që shikoni, që është si lodhur nga jeta me këto bebit flokët që kanë ikur kështu, ka bërë një turn me 4 orë punë sot gjermanisht, edhe I dhembë çdo pjesë e trupit, sepse është punë fizike, është me sistemin të produkteve në për dyqane, do u them më vonë, ju thash kur ta marr vesh, sepse sot kisha ditën e provës, probën tag ose probën sajt, dhe nesër do më thonë do më marrin apo jo, por më lejoni të them që si një person që kur kam punu te fabrika, pastaj me babin, kam diku të 8-9 vjetë që nuk bëj një punë fizike me trupin, por punoj ullur, edhe me kompjuterin, u lodha njerëz, më ikte djersa, nuk isha mësuar, shumë kështu, si palestër, më dhem të tëra muskujt e mundshëm të trupit, më dhem këtu, më dhem triceps këtej, më dhem shpina, por u kënaqa. Të isha 2 kolege shumë të mira që do më mësonin, njerëzit ambienti ishte shumë super, edhe po me morën do jem shumë e lumtur që të ikim, unë I thash që për mua është super, unë jam gati që të nis kur të doni juve. Tash do më thonë, do flasin me kolegët, do më heren vesh, edhe do më lajmërojnë si thash. Por shpresoj të më marrin. Gjithmonë flas për një mini job, një punë të vogël, diku te 4 orë 3 herë në javë ose 6 orë 2 herë në javë. Thash, tani të shohim si do jetë, që do jetë, ç'a do jetë, pse do jetë. Edhe pse do jem vetëm një person që nuk di shumë mirë gjermanisht, sepse gjithë të tjerët ishin të lindur në Gjermani dhe të rritur këtu, ose kishin shumë vite këtu. Por e zonja më tha që nuk është se një problem, se nuk flet shumë mirë, për ne mjafton që ti të kesh zell, të mësosh punën edhe të mësosh gjuhën. Por edhe ta dhe me anden I them, o shpirt nuk është puna për mua, që shkjo gjë e rëndomt të iki unë të lodhem për shaka, se gjithë njerëzit duhet të punoj edhe unë duhet të punoj sepse ja iku dita, vajti ora 5 sot, edhe unë kam bërë diçka interesante me ditën time, kam punuar fizikisht edhe për trupin, edhe për mendjen, edhe për lekët, edhe për shumë gjëra, dhe ndihem shumë super për këtë gjë. Edhe tash që kam marrë në shtëpi, dua të qetësohem pak, të bëj bukë edhe të nis të pastroj shtëpinë, të rregulloj shtëpinë. Domethënë puna të jep jetë njerëz, puna që të jep energji, të jep shumë gjëra, edhe e kuptoj, sidomos këtë muajin e fundit e kam kuptuar shumë,
sepse ka pas shumë momente që jam ndjerë shumë e lodhur pa bërë asnjë gjë dhe kjo nuk është normale. Edhe kjo ishte ajo gjë që më shtyu më shumë që t'jepja intervista, të lija. Tash, një gjë e bëj mirë. Lë intervista kollaj për punë. Çoj CV-n, lë intervista super kollaj për punë. Kjo është gjë e mirë deri tani. Tani të shohim. Inshallah nuk shkojmë te drejta e vërteta, si thoni juve. Kur të dali kjo video, besoj se unë do e kem përgjigjen edhe do ju flas pastaj nga erësi, nga e ardhmja. Tani thash, po qetësohem pak, më ndorohem edhe të bëj bukën, sepse s'kam ngrënë bukë. Do bëj një pul në furrë me patate.